ne nisim betejën tonë si rrugën e vetme për të rikthyer, për të patur një qeveri teknike dhe rikthyer votën. Kjo është e gjitha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është treguar i prerë në qëndrimin e tij, ndërsa theksoi se nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi mes opozitës dhe mazhorancës, pas ngjarjeve që rollën pas zgjedhjeve të avokatit të popullit. Në një dalje për mediat Berisha pohoi se opozita do të nisë betejën me protesta deri në qeveri teknike. Nuk ka më bashkëpunim me mazhorancën e krijimit dhe drogës. Ne nisëm betejën tonë si rrugën e vetme për qeveri teknike. Adriatik Lape ka nisur një aksion që e mbështes. Ai zotëri ka vendosur që të bëjë maksimumin e tij. Kaq mund të them për të. Kjo foltorja para kryeministrisë ka filluar javë më parë. Adriatik Lapaj ka filluar një protest për cilin unë e përshëndes dhe e përgëzoj. E mbështes protestin e tij. Edhe aktin e tij, pa diskutim. Ai zotëri ka vendosur të bëj maksimumin e asaj që mund të bëj dhe po bën. Kaq. Ndërkohë Partia Demokratike po mobilizon njerëz kudo në rrethe në Tiranë që me datën 22 dhjetor të ketë turma të papërmbajtura ndaj qeverisë. Mësohet se po thirren për datën 22 dhjetor protestues fizikisht të fortë. Me sa duket Partia Demokratike këtë herë ka seriozisht pasi Berisha po thot për ditë se po shkojnë drejt një konfrontimi me kryeministrin. Nëse edhe me 22 dhjetor nuk ka protestues me numër të madh, Partia Demokratike ka mbaruar.